Selam aleikum hoxh, kur është obligim falja namazit? Të lutem kthe përgjigje, thot Zoti të rujt. Aleikum selam wa rahmetullah. Po patjetër kthe përgjigje. Allahu dasht. Obligim falja namazit, detyrë pra, falja namazit është kur njeriu arrin moshën e pubertetit. Por ama njeriu duhet falet edhe para kësaj moshe. Prindi duhet që ta edukoj fëmijën me namaz. Me fal namazin, me mësuar si ta fal namazin. Po ashtu kur arrin pra fëmija moshën e pubertetit, nëse falet para kësaj moshe e ka tepër të lehtë ta fal namazin, pra kur i bëhet detyrë. Dhe prindi e urdhëron fëmijën qysh të vogël, pra qysh në moshën 7 vjeçare e nis pra ta mësoj me namazin. Arrin pra që fëmija ta kuptoj deri diku se ç'është namazi dhe kështu mësohet avash me namazin. Kur arrin moshën e pubertetit, që i bëhet obligim falja namazit, i bëhet obligim agjerimi Ramazanit, atëherë e ka tepër të lehtë që ta fal namazin, e ka tepër të lehtë që ta agjeroj Ramazanin. Allahu ju rujt.